Pas pak kohësh, këta do bëjnë luftra të ndryshme në botë, si që kam filluar, do t'i tellojnë, do t'i shtojnë më shumë, për t'i futur njerëzit në kaos. Gjithmonë kur elitat kërkojnë t'a sklavërojnë njeriun, t'i marrin lirit e t'i personale, gjithmonë e futin në kaos. Dhe kur njerëzit bjerë në kaos, kur ka vrasje, kur të vritet vllai, kur të vritet motra, kur të vritet fëmia, kur arrini një cak ti edhe me zi pret, aman tuam, vetëm mbylleni luftën pa na bëni çfarë doni. Kupton, je gati t'i falësh lirit për të shpëtuar jetën. Dhe ata thonë, dëgjoj, ne do bëjmë paqe, thonë, po do ketë ca rregulla. Cilat janë këto rregulla? Këto rregulla janë 1, 2, 3, 4. Dhe çfarë do bëjnë ata? Mbasi të bëhet depopullimi me luftë, mbasi të prishe shtëpitë, se vdekjet do vazhdojnë edhe, kështu i kanë bërë planet ta, vdekjet do vazhdojnë edhe mbasi të mbaroj lufta, sepse do shkatrohen banesat, njerëzit do flen jashtë, do smuren, do t'i shkurtohet jeta, do ketë smundjet ndryshme, do vesh në për farmacira, do blesh ilaçe, në vend të ronjë 80 apo 90 vjet, do rosh 60 vjet, 50 vjet, edhe pavarësisht se nuk e vran në luftë, do vdesësh pas pak vitesh për shkak të kushteve të këqija të pafavorshme për të jetuar. Pastaj këta do bëjnë një pandemi tjetër, plandemi, siç ishte e para. Kur do ndodhe? Po